Një trup i pajet është konstatuar në lumin Shkumbi në afërsi të qytetit Elbasani. Sipas informacioneve paraprake nga policia, dyshohet se viktima është një shtetas i moshuar ende i pa identifikuar. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendin e ngjarjes, kanë mbritur shërbimet e policisë dhe zjarfikses, të cilët kanë bërë të mundur nxjerrjen e trupit nga uji. Nga këshillja e parë dyshohet se i moshuari ka ndërruar jetë disa ditë më parë, por rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Trupi i pajet është transportuar në morgun e Spitalit Rajonal të Elbasanit, ku do t'i nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore për përcaktimin e shkakut të vdekjes. Grupi hetimor po vijon punën për identifikimin e viktimës, zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e ligjor të rastit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.